Ky emision mundësohet nga ISP Broadcast. Shkrimtari dhe publicisti Rëshad Sajte ka ngritur akuza kërshim diplomacisë kosovare veçanërisht ndaj ministres së punëve të jashtme në detyrë zonjës Donika Gërvalla. Sonte do të diskutojmë lidhur me këto akuza, por jo vetëm ato. Do të flasim edhe për diplomacinë në përgjithësi dhe ngërshin politik i cili po mbizotron në Kosovë që nga 9 shkurti i këtij viti. Përshëndetje zoti Sajte, falenderoj që gjetët kohë të jeni pjesë e televizionit Aria. Falenderoj shumë juve së pari për ftesën që më keni bërë. Kjo është një televizion që shikohet, ka filluar të ketë shumë më tepër shikues se sa përpara, dhe pra ju falenderoj juve për ftesën. Është siç e paralajmërova në fillim të emisionit, ditë më parë keni ngërë një veçori, një grup akuzash kërshi diplomacisë kosovare e në veçanti ndaj Donika Gërvallës. A kishi mundur më konkretisht më na tregu në rrjedhë si ndodhi dhe çfarë ka të bëjë lidhur me këto akuza që keni drejtuar ndaj ministres së punëve të jashtme në detyrë? Në fakt unë kam ngritur, kam kërkuar nga Donika Gërvalla, nga Ministria e Punëve të Jashtme, kam kërkuar që të promovoj romanin tim në Paris, sepse romani është botuar në Francë, dhe unë kam kërkuar edhe në bisedë me ambasadorin tonë në Paris, edhe i kam shkruar letër edhe ambasadorit tonë në Paris, i kam shkruar letër po ashtu edhe Ministrisë Punëve të Jashtme në Kosovë, edhe i kam biseduar me shefin e kabinetit të Donika Gërvallës, zotin Recep Gjergji, që është shefi i kabinetit të Donikës, edhe një kohë më vonë përgjigjja erdhi negative. Në fakt përgjigjja negative se nuk për shkak se mjetet financiare të ambasadës së Kosovës dhe të Ministrisë së Punëve të Jashtme duhet të ceken një vit më herët. Por një vit më herët është e pamundur sepse asnjë autor nuk e din që vitin e ardhshëm do të botohet shembull një roman në gjuhën në Francë dhe do ta promovojmë në Francë apo diku tjetër ku do në botë, aty se puna veç Francë. Për shembull është në Zvicër ku do në botë. Pra ne autorët nuk e din kur botohet vepra aty, nuk e din a botohet s'pari, sepse nuk është lehtë të botosh në shtëpitë e njohur botuese në Francë apo në Zvicër apo në Angli apo ku do në botë. Ajo është punë një procedurë gjatë, një procedurë që ka sukses as ka sukses nuk dihet. Pra ne nuk mund të bëjmë projekte për vitin e ardhshëm për më botuar një roman, për më bënë një promovim. Edhe gjatë bisedës sipër, ata ma kthejnë përgjigjen pastaj me shkrim se Ministria nuk ka parapakët për këtë vit dhe nuk kena mjete materiale për këtë vit. Mirë po, unë nuk kam kërkuar aty një shumë të hollësh, nuk s'kam kërkuar asgjë, kam kërkuar të bëhet në lokalet e ambasadës për shkak se aty kemi vera të Kosovës, kemi rakite ndryshme, prodhime vendore kemi, edhe kur të vinë gazetarët e huaj, kur të vinë qytetarët e huaj, francez, të shijojnë atëpar shijen balkanike, shqiptarë, pikërisht shqiptarë nga Kosova, rakinë e Kosovës, verën e Kosovës që kemi sa dush edhe që s'kushton kur gjon, sepse ambasada në podrumet në Paris ka sa dush fen, se ajo ta marrin janë të obligueshëm me pas për raste të ndryshme. Kur gjë s'kam kërkuar, por ajo nuk është që e ka penguar për shkak të mjeteve materiale, por ka penguar për shkak se nuk don që kultura të zhvillohet. Kultura është boshti kurrizor i një populli, i çdo populli. Për shembull, romani im tani që është botuar në Paris ka pas sukses unë që se kam prit, ka pas sukses aq shumë sa që kanë shkruar gazetat prestigjioze franceze kanë shkruar për këtë roman. Zoti Sajte, sa kohë përpara ju drejtuat Ministrisë së Punëve të Jashtme? Unë jam drejtuar prej korrikut, domethënë se romani e botuar me 2 korrik. Unë kam shkruar letër me
15 korrik, dhe më herë me 15 korrik. Dhe më ka afate shumë, ka pas afate aty, aty nuk në Çfarë keni shpejtësie. kërkuar në kërkesën e juaj, në shkresën e juaj drejtuar Ministrisë së Punëve të Jashtme? Keni kërkuar vetëm lokalet, keni kërkuar të hiqen edhe shpenzimet, të promovimi, apo si qëndran e tëra? U kam kërkuar të lirohet lokali dhe natyrisht të shtrohet një koktej për musafirët që vinë. Don koktej, shka kushton koktej 300-400 euro, disa kushton sa ato kësha nuk është shumë e madhe. Por, dhe më në ka refuzu, mos kam kërkuar kur gjë ma tepër se sa të lëshohet lokali dhe një koktej. Koktej i cili, si stash ma herët, duhet të ketë vera, duhet të ketë qëto rakit Kosovës, prodhimit të Kosovës. E kjo e ka penguar, por nuk është, thash edhe ma herët, se qëllimi i saj është të mos zhvillohet kultura, sepse mos zhvillohet, jo vetëm kultura, por as ekonomia, as gjëja e Kosovës. Donika Gërvalla është një personalitete politike fatkeqësisht, e cila e pengon jo vetëm kulturën, por e pengon çdo gjë në Kosovë. Pse e thani, të mos promovohet libri kultura në përgjithësi, ku bazohej në këtë edhe pse pikërisht ministra e punëve të jashtme në detyrën këtë rast Donika Gërvalla është mohuse këtyre vlerave kulturore, ato që po thani. Unë do ta krahasoj Donika Gërvalla me ministrin punëve të jashtme të Serbisë të asaj kohës 1982, 83, 84. Mos është e rëndë, kjo zoti Zahide. Të rëndë, po janë dokumentet, janë faktet. Është e bija e herojit Kosovës, Jusuf Gërvalla. Është e bija e herojit Kosovës, po në Jusuf Gërvallën kam pas shokun, me Jusuf Gërvallën kam nejtu, me Jusuf Gërvallën kam qenë edhe në Frankfurt demonstrata, Jusuf Gërvalla letën e parë që ka dalë, ma ka shurmua. Unë Jusuf Gërvallën e kam njohur dhe kemi vepruar bashkë me Jusuf Gërvallën. Kjo është bija tina, s'ka lidhe që është ajo, nuk ka rëndësi ajo, mirë po vite krahasimi, se në vitin 1982, unë kam përgatit një pjesë teatrale, dhe Jugoslavia asaj kohës, ministri punët jashtme të asaj kohës, i ka shku letër ministrit jashtëm punës Belgjikës, i ka shku ministrit kulturës Belgjikës, që Reshat Saitaj t'i ndalohet shfaqja, për shkak se unë e kam bërë një vjetori i demonstratave, të ishin demonstratat, të dytëm në kam bërë shfaqjen teatrale, pjesën teatrale, e cila pjesë teatrale është bërë për një vjetorin i demonstratës të nitës. Edhe pas në atë kohë përshkrujti edhe gazeta qendrore e Lesoar që quhet, në gazetë qendrore shkruante pse po bëhet shfaqja në një vjetorin e demonstratave dhe se Reshat Saitaj nuk është objektiv për demonstratat të nitës, sepse nuk kam vdek që ka sa unë kam deklaruar në gazetë, por kam vdek 11. Edhe, në atë kohë ambasadori Jugoslavisë, ministri punët jashtme të Jugoslavisë, i ka shku letër ambasadës të ndalohet. Sot Donika Gërvalla në Kosovën e lirë, kjo unë është e pamundur, e njëjta letër vetëm e nënshkruan nga Donika Gërvalla. Është e njëjta. I kam unë 5-6 letra, të cilat në atë kohë mi ka dhënë Ministria e Kulturës, njëjtat letra sot ma pengojnë aktivitetin tim kulturor, dikur e ka pengu Jugoslavia, sot e pengon Donika Gërvalla. Kjo është absurde. Kjo unë nuk e di, a jam të jetu në Kosovën e lirë çlirume, a jam ende në Serbi. Sepse aktiviteti im pëndalohet. Imagjino që ka do thonë, tash kur ishëm Paris në promovim, ishte gazetarja më e njohur, e cila shkruan për diplomacinë botërore, e ka, Donikës i shkon ajo, ashtu deshti Donikës i shkon, ajo revistë kulturore i shkon, se gjithë ambasadat në botë i shkon. Domthon ajo ishte prezent, ajo del fotografi me mua, ajo ka ardhur nga Norvegjia, special më taku mu, special me marrë limitim, special me folë për Kosovën. E Donika Gërvalla ta pengon një aktivitet tillë. Unë po thamë, s'është e rënda ato shka po thamë, unë po thamë vetëm realitetin për tregoj. Edhe nëse s'është reale, na del ajo, na ta qetë. Mirë po, Donika Gërvalla dje, a ke pati dje në OKB, flet Kosova i Metohia, e fol për Kosova dhe Metohia në OKB,
për terminologjin pse quhet ti e diplomate. Diplomacia nuk shkon me fol aty me humti 10 minuta, dhe mirë për shqiptarët në qosha ka fol Donika, ka thonë Vučićit, stop, s'ki drejt me më thonë mua ashtu. Ne kemi drejt, Serbia ka drejt me thonë qysh donë. Na kemi drejt me mbrojt Kosova, na mune me thonë Kosova, sikur Paris, shamo, ke po këtë bota i thonë, na i thonë Paris, dikush thotë Paris, dikush thotë Parigi, dikush thotë ndryshe, edhe po Parisi është Paris, shkruan ata që kanë Zoti Saide, kthejmë edhe pak çaste tek moslimi i promovimit të librit të juaj në ambasadën. Ka diçka që s'duhet të ketë personale me autorin, apo për libër, apo është arsyeja ajo që është deklaruar në shkres vetëm mungesa sigurimit të mjeteve financiare? Në fakt, libri flet për Kosovën, domon për vitet, për shekuj më radhë, flet domon për vitet 1130 deri sot. Mirë, për personazhi kryesor quhet Albin, domon personazhi kryesor negativ është Albini, po jo Albin Kurti, por Albini, se dhe libri shkruan aty në fillim kur të hapet libri shkruan personazhet janë të imagjinuara, por personazhi im ka qelluar rastisht Albini, i cili personazhi i Albini ka shkuar në burg. Në burg pastaj e kanë rrej policia, për burgit vjen këtu dhe në bëhet minister e tjera. Domthon këta kanë aluduar se është për Albin Kurtin. Në fakt nuk është për Albin Kurtin, sepse ata kanë sqaruar fillim filmit, fillim të romanit. Në fillim të romanit e kam sqaruar se përveç Ibrahim Rgova që është domthon personazh me emër të vërtet, Femia Gani është me emër të vërtet, dhe tjerë nuk janë me emrat të vërtet, tjerë janë emrat e imagjinuar, edhe rastisht ka qellu Albin Kurti, shama po tash ka qellu Albin Kurti, po normal të është Albini, nuk është Albin Kurti, është Albin Gashi. S'ka lidhje me Albin Kurti, në punë as parafort. E ata me siguri e kanë lexuar romanin, me siguri ju ka shku në vesh dikujt ato të ndaloni. Domthonë kjo më shumë personale, mirë po derisa është personale mund të kon edhe Kosovës, se do i bën dam vetë Kosovës, se po të vinë dy gazetarët e huaj, nëse me qenë prezent aty, jo Donika, por ambasadori ka qenë prezent, falenderoj ambasadorin thellësisht nga zemra, se ambasadori është një njeri që përka kulturën tonë në Paris, një njeri që ka marrë pjesë edhe në promovimin e librit, edhe ka folë gjatë promovimit të librit, ka folë superlativ për librin, për aktivitetet kulturore. Ambasadori Mehdi Alimi është një intelektual i cili meriton çdo mirënjohje dhe çdo lavdat. E thoni që shkaktari mos lejimit mund të jetë që një personazh që ka rastis me emrin e kryeministit që është personazh letrar, nuk janë personazhe edhe emrat nga jeta përditshme kur paraqiten në një vepër letrare kalojnë në personazhe artistike, personazhe letrare. Mund të jetë ka pasur, apo keni marrë informacionet e tjera, apo kjo ka qenë arsyeja? Jo, nuk kam kur fare informacione tjera, nuk kam asnjë informacion tjetër. Edhe kjo ka ndodhur, na kupton, derisa isha në përgatitje sipër, edhe kur ka ardhur ajo letra, pastaj ishin këto zgjedhjet, më vike keq për shkak të zgjedhjeve se ishin zgjedhjet, do thosha me fol tash për me publike këtë rast të Donikës, unë vike dyqysh e pa besueshme dhe thoi njerëz e kam bërë me qëllim. Mirë po e kam pritë të kryen zgjedhjet dhe pas zgjedhjeve të baj publike, sepse këtë e kam krahasuar siç thash edhe më herët, akti i saj, letra e Donika Gërvallës është e barabartë me letrat e Serbisë që kanë ardhur dikur kundra meje. Kjo është. Po ashtu në një status juaj në rrjetet sociale keni akuzuar pse Donika Gërvalla nuk ja solli asnjë njohje Kosovës, pse Donika Gërvalla paguan 7.000 euro çdo muaj një farë gjani i cili deklarante në TV-t tona se ai rrin vesh në ballona me demek në aeroplana e kishte fjalën. Për këtë bëhet fjalë zotë se. Kjo është fjala është Gani Jakupi, kjo është një Gani Jakupi quhet, edhe Gani Jakupi jeton në Spanjë, mirë po ky ka deklaruar që e ka rrogën 7.000-9.000 euro ka rrogën, edhe ai nuk din çka është autobusi, ai flen vetëm në aeroplan shkon, domethënë jetën e qosë ka parë boll, sepse i paguan ministria Donika Gërvalla e paguan, domethënë ka drekën, ushqimin e i ka të gjitha, i ka pa pagesë, edhe normal që kjo
as nuk I ka sjell njohje të reja Kosovës, as edhe në kanë humbë edhe disa njohje që disa shtete që në kanë njohë, s'po du me përmend tash sa shtete, po janë shumë shtete kanë heq dorë nga njohja Kosovës, që nga momenti kur Donika ka marrë timonin e Ministrisë Punëve të Jashtme dhe Albini, domthonë që ka marrë kryeministrinë. Ka shumë tërheqje për njohjen e Kosovës, në vend se funit se tërheqjet nuk bëhen çashtu bashkë për se Serbia ka thonë, por ato bëhen tërheqjet bëhen për shkak të mungesës së diplomacisë sonë, mungesës së sjelljeve tona, mungesës shumë faktorëve tjerë të qeverisë sonë, e cila nuk ka bërë asgjë për mbrojtjen e atyre shteteve që na kanë njohur. Zoti Saide, duke që jeni prej këtij mose, një aktivist, një njeri I letrave, një njeri I librit, publicist në dekada të tëra. Dhe tani nuk është ndalesë vetëm për juve personalisht ose për librin e juaj, është ndalesë për kulturën shqiptare që diplomacia, ambasadat e kanë obligim të promovojnë edhe vlerat kulturore në botën perëndimore. Çfarë do të thotë kjo për kulturën shqiptare në përgjithësi? Në fakt për kulturën shqiptare është një mungesë shumë e madhe, derisa ambasadat tona nuk kujdesen për promovimin e librave, edhe promovimin e jo vetëm libra, po të artit figurativ, të muzikës e tjera, domthonë se çdo ambasadë ka atasheun e saj kulturor. Edhe siç ambasadë ka një njeri I cili do të merret me kulturën edhe me promovimin e veprave kulturore. Promovimi që shembull tani unë për këtë librin tim jem Iliriane, jam duke u bërë përpjekje private me miqtë e mi që I kam jashtë vendit, që ata të botojnë këtë në gjuhën anglishte, në gjuhën frangjisht, në disa shtetet e tjera. Kjo është një promovim që duhet ta bëjnë ambasadat. Ambasadat duhet të ftojnë njerëz, duhet të bisedojnë po flas për ambasadat, për atasheun kulturor të ambasadave të vendeve tjera. Ata duhet me vepruar mirë, po kulturën nëse ne nëse ambasadat tona ata nuk veprojnë për promovimin e kulturës sonë, atëherë Kosova nuk mund të shkojë përpara. Se ka kalu koha e luftës, ka kalu koha tash është koha e zhvillimit kulturor, zhvillimit ekonomik, zhvillimit të mirëqenies sociale të vendit tonë, dhe janë kohë që duhet ne të veprojmë në këto forma. Mirë po, sa kam pa unë, shembull nuk ka të gjithë ambasadat tona që I kemi kudo në botë, unë nuk di çka janë të bua ato, unë nuk e di cilën vepër e kanë promovuar, cilën vepër kanë qoftë vepër simfonike apo diçka tjetër, ose shembull që kemi na me Dimengjiçin, ai I cili ka bërë himnin, ai ka bërë simfoni të hatashme, por ambasadat tona nuk kujdesen që me Dimengjiçit me çu dikun me asiguru se ai vetë mund, pa jo profesor doktor. Edhe ka bërë vepër për Nën Terezën, ka bërë simfoni për shumë, për Skënderbeun, për krejt I ka bërë këto. Edhe mbetet këtu vetëm profesor në fakultet edhe kur zhë ma tepër. Dhe ambasadat tona nuk shqyrin me depërtu, por me depërtu jashtë vendit, me quë veprat kulturore, se veç sporti është krejt, për dim që sport krejt po vrapojnë, sport për ndihmojnë sporti, shembull ke pati edhe Ministria e Kulturës për subvencione për kulturë jep 25%, për sport jep 30%, domethënë më shumë japin për sport se për mirë po unë jam kundër sportit, por kultura, imagjinoni ti nesër me dal një shkrimtar I joni me dal kandidat për çmimin Nobel. Çka do të thonë ajo? Ajo është diçka e pa besueshme për shqiptarët tanë. Zoti Saide, çfarë po bën apo çfarë s'po bën diplomacia kosovare në arenën ndërkombëtare, si në rrafshin politik, si në atë lobimit, po ashtu edhe në përfaqësimin të Kosovës në vendet perëndimore. Jeni marrur me aktivitete politike qysh në kurat e hershme, me dekadat të tëra. Si po shihni këtë mbështrim diplomacinë kosovare në arenën ndërkombëtare? Në fakt, diplomacia kosovare që nga formimi I diplomacisë kosovare në kohën e pas luftës,
E deri sot nuk ka funksionu asnjëra pala. Do më thonë, se unë jam kundër Albinit, sem as kundër ati tjetët, as kundër as kujna, por diplomacia nuk ka funksionua e as kujt. Asnjëherë. Shemë në kohën më hershme, po në vitet e para të çlirimit, për diplomaci qeveria jonë jep të 300.000 Deutschmarka, marka Gjermanisë. 300.000 ja jep ke një shqiptare që tu në Kosovë, një grupë shqiptarë që kanë pas bo, 300.000 marka kur gjatë as bashin, kur gjatë s'kanë bo, kur njetë, po pare kanë marrë, 300.000 kanë marrë për çdo 3 muaj ndokët, a në çdo muaj nuk e di, e kanë pas 300.000 euro, 300.000 marka, edhe kur gjatë s'kanë bo. Në fund, shkojshin të një që unë ose të ka një azemi, të ishin në tako me qatë deputet ose me qatë eurodeputet ose me ato. Dhe mund, qaq dopt kanë qenë këta që kanë marrë pare, dhe mund, po thash, për fillimit që është bërë shteti Kosovës, dhe mund, për 2008 se kënena, të anena, s'ka pas for diplomasi. Po këta, dhe mund e kanë kryu në atë kohë, është kryu e qeveria e jonë, e ka kryu, kanë donë pare pa mos, edhe s'kanë bërë kur gjo. Edhe sot janë të donë pare që ashtu pa mos, që nuk bëjnë kur gjo. Shtypin librat e tyre, shamëkërisht e Begjet Pacolli, kryeministër, jo, ministri punët jashtme, i kumë pa tash pishot do libra, që ka shtrasha i ka bo me pare të ministrisë, ato që janë kur gjo, ato libra hiq, unë kërkojsha me bëtu një libër temet Ministria Punët Jashtme, nuk e financojshin, e Begjet Pacolli, që ka janë libra trash, janë ekzistojnë ato. Për veti ka bo libra, jo për që duhet me bo për dikon tjetër, duhet me bo për shkrimtarët, për këngëtarët, për ata. Po në aspektin politik, në aspektin diplomatik, në aspektin e lobimit të Kosovës, se keni po diplomacinë kosovare në këto 5 vitet e fundit? Këto 5 vitet e fundit është shumë adopt se sa për para. Unë në kohën kër Albini o bon kryeministër, kam shu të Albin Kurti, e ja kam shu një letër, e kam thonë, Albin Kurtit 5-6 muaj me jep mu afat, as nuk du pare, as du kur gjo 5 muaj, lëshome me ekipin tim, pënoj me shok të mi që kam Bruxelles, me shok të mi që kam në Kosovë, për diplomaci, për 6 muaj të ndryshoj imazhin e Kosovës, edhe s'po du pare, bënëm këshiltar, pa pare po vi, këshiltar, pa pare, unë të ndryshoj. Mirë, po kone ka morë Albini, ka morë njerëz të baballarë të cilët kanë qenë sistemit kalur, sistemit komunist, sistemit mas me fol, mas me thonë, sa ta kanë qenë bashkëpunëtorë serbisë, ato nuk e di, mirë po njerëz të cilët janë shumë të afërt me Serbian. Edhe unë i këmë thonë pa pare po vi, pa pare të ndryshoj për 6 muaj të ndryshoj imazhin e Kosovës, sepse kam një përvoj, kam njerëz ende hala janë gjallë, disa deputet, disa ministra, kam shumë ministra që të asaj kohës që kemi nejtë bashkë, kemi ongën darkë bashkë, që tash kjo që ishte Vjosa Osmani të drejtori i Paktit Veriut Atlantik natës, unë me to kom ongën, jo me këtu, po ma ato ma herët që ka qenë kohën ku ishim në Bruxelles, ne kemi ongën darkë, unë me Ibrahim Rgovën, unë me Nevzat Halilin, ne kemi ongën darkë me ato. Nas kemi dalë në fotografi, se s'u ka interesu punë me pas fotografi, po i kam letrat e atina, e tash ta dalën Vjosa Osmani dhe në fotografi, më burët që ka nejtë me to, por se herë këm nejtë unë ato, çdo javë këm nejtë me te. Nuk kemi diplomaci, as atëherë, as sot më burën me rrjetet sociale, më burën me televizionet, sepse televizionet i kanë për veti, më burën që kanë bon dirkan, pas kanë bo kur gjo. Sot Kosova duke me izoluar se asnjëherë më parë, është farë në mos punës, mos dijes, apo çfarë po ndodh? Që çdo luftë që bëhet botë përfundon me diplomaci. Çdo luftë, çdo sen, edhe çdo zhvillim ekonomik përfundon me diplomaci. Gjithmonë është diplomacia, është ajo që është mbi luftat, mbi pushkën, mbi zhvillimet, ajo është diplomacia. Ne nuk kemi diplomaci dhe andaj jemi të izoluar, se nuk mundesh ti me shku me thonë shkurrin vinë shembull shejkët e Arabisë, shkojnë të shejkët e Arabisë, thonë na jena musliman. Nesit, mas nesit ka takim me ndikon të Evropës, thotë ne jemi katolik. Ata bota din shka jeti, e din që je shtet që shumicë muslimane, po ti s'ki nevoj me folti, a je shka je. Se s'ki nevoj ti me thonë, me mashtru dikon. Ata nuk mashtrohet, Perëndimi nuk mashtrohet, as Arab nuk mashtrohet, as kërkush nuk mashtrohet. Ti du të, por diplomacia është diçka tjetër. Diplomacia është shkollë në veti, është menqërin në veti. Diplomacia është këtë tjetër sen, e ne na ka mungu. Këto 5 vitet e fundit, s'ka diplomaci, këto 5 vitet e fundit janë anarshi totale, qështë ta mund, qashtu ka mu bo.
Ashtu s'bëhet si cili shtet në botë. Amerika është e varur për Evropës. Evropa është e varur për Amerikës. Rusia është e varur për Kinës. Do të pas aleancë. Nëse s'kemi aleancë, shqiptarë që qojnë krye kanë herë që thonë asnina për ato, asnina për ato. Po ti s'mundesh me jetu, nuk mundesh me qenë shtet i pavarur pa qenë aleat me një shtet tjetër. Pa pas një forë, se kjo bëhet përmes diplomacisë, kjo bëhet ne diplomasinë nuk e kemi zhvilluar pas. Unë kam bërë një libër më herët para disa kohë kam bërë diplomacia pas perdeve. Aty janë ato fshehësitë e diplomacisë si bën, se nuk është diplomaci me fol në televizion, që si dul Vjosa Osmani që tha takova me Paktin Bere Atlantik. Ajo nuk është diplomacia, diplomacia zhvillohet pas perdeve, diplomacia nuk del në televizor. Ato shka shohin televizor, ajo kur që s'është hiç. Ato vendimet mirën para televizion. Televizion veç është angohen durt. Si janë duke funksionuar ambasadat e Kosovës në vende të ndryshme? Sa ka staf, sa ka njerëz të dijes, sa ka njerëz diplomat që mund të ndrojnë apo mund të kenë qasje ndaj shteteve perëndimore? Në fakt, unë jam duke përcjellur vazhdimisht këto ambasadat tona dhe njerëz të ambasadat tanë. Aty kam vrejt deri me tani që janë aktiv është Media Alimi në Francë, edhe Sabri Kiçmari i cili është në Japoni. Këta dy janë njerëz të cilët mirë po i kanë edhe këta durt e shkurtume, s'kan drejt me vepru ma tepër, sepse për me vepru ma tepër duhet me të lejua kryeministi, duhet me të lejua janë ministri e punës jashtme, edhe nuk kanë. Vetëm dy për këtyne që njoh, edhe tjerë nuk ka që kanë bën diçka në favor të Kosovës, sepse ata dhe po lajmërojnë vetë adis kur i këshysh në Facebook, për shohish në rrjetet sociale, për shohish cili ka punu, çka ka punu, po deri sot unë s'kam pa. Këta dy janë vazhdimisht aktive. Edhe shembull ambasada në Angli do të ishte mirë të ishte më aktive, se janë disa qendra ku duhet të jemi aktiv. Shembull Brukseli duhet me qenë aktiv. Anglia duhet me qenë, Parizi duhet me qenë, domthonë në Amerikë, Washington duhet me qenë. Domthonë duhet me këto qendra kryesore, atëherë është shumë më mirë për neve. Mirë, por ne nuk jemi aktiv. Përpara ka qenë Avnis Pahiu, shembull kur ka qenë më ndryshe se Avnis Pahiu, bile ka qenë intelektual dhe ka ditë me vepru, ka ditë diplomaci sepse ka punuar më herët. Tash i kemi me kurse diplomatike që po i kryjnë këtu në Kosovë, kurse diplomatike ose për partia për bën ambasador. Ambasador i partisë nuk është ambasador. Zaidaj, vitet 80-ta, 90-ta, Kosova një krahin në kuadër të ish Republikës Socialiste Federative të Jugosllavisë, del një elitë e cila angazhohet me tërqenjen që të bën njohje nga jashtë të njihet si vend që të sensibilizohet kauza çështjes së Kosovës, dhe një nga sukseset më të arritura është diplomacia, ta themi nënhije e Kosovës, e leadershipit Kosovës, deri tek lufta, deri te ardha e lirisë dhe shpallja e pavarësisë. Sot Kosova, 26 vite pas luftës, ka mbetur e heshtur në diplomaci. Çfarë ndodhi? Ku njerëzit me vullnet, nga dëshmëri dhe elan për të ndihmuar çështës kombëtare, çështës Kosovës, arritën ta sensibilizojnë dhe ta njohin në vende të ndryshme, një vend që quhet Kosovë, ndërsa sot vendi i njohur Kosova dal ngadalë po krijohet ona kundërt nga aspekti ndërkombëtar. Kjo është pyetje shumë e vende, shumë e mire, po është, imagjino shama në vitet 1981 e tek nena, kemi vepruar njerëz të cilët nuk e kanë ditë ku është Kosova. Shembull, në ato kohë ne kemi arritur të takohemi me Otto van Habsburgun, princin e dinastisë, kemi arritur të takohemi me njerëz më të fuqishëm të Evropës. Në atë kohë po deri në vitin 1989 janë televizionet. Neve në ka njoftë, ne në atë kohë që mi konë, unë, Enver Hadri, kanë Jazemi, Behar Regjepi, me komitetin tonë, në ka njoftë 67 shtetet botës. 67 shtetet, janë dokumentet, janë televizioni,
Janë dokumentet kur në thonë që ju kanë njohë. Imagjino, në atë kohë, pa shtet, kemi kryu shtet. Pa shtet, 67 shtetet botës në kanë njohë Kosovën. Në atë kohë... është njohë si problem, si çështje. Si problem, po si shtet. E kanë njohë si shtet Kosovën, e ka njohë si shtet, edhe Serbia është punë, nuk është punë e mbrëmshme e Serbisë Kosova, po është punë e jashtme e Serbisë, sepse Serbia thoshte Kosova është pjesa jeme dhe punë e mbrëmshme e jeme çka bëj unë me shqiptar. E gjatë të 7 shtete ka thënë, jo, s'është punë e jote, është Kosova, s'është punë e jote. Dhe i kanë thënë stop Serbisë. Në vitin 1989, janë dokumentet janë. I kam në televizion, po harroj kanë erë se mund me qitë në Facebook. Pra, pastaj, vjen Ibrahim Rogova, vjen personalitetet tjera, pastaj fillon njohje tjera, janë njohje se kur të thirë të imagjino, i Parlamenti Evropian, për të thirë, kryetarin e Kosovës, zotin Ibrahim Rogova. Do mëne për ta njeh ty për të njeh se për të thot kryetar, për të thot kryetari i Kosovës, a për të njeh. Edhe do kemi arritur të bëhet një punë kolosale që e tëra ajo që është bë. Do është pas luftës është shkatruar. Të gjitha miq që i kemi na, të gjithë miqësinë që kena pas me shtetet e botës, ne që 5 vitet e funit e kemi shkatruar. Jemi duke në shkatrim e sipër jemi. Jo veç Albini, po secili ka pak, secili ka pak. Secili nuk i kemi përkrah. Shembull, miq, kam do miq aty edhe ata na kanë imun atë kohë dhe i thash unë njëri për tyne para 5 vite, thash ta bëjmë një mirënjohje, të foli me kryeministin, ta bëni mirënjohje. Shkova te kryeministi, as mirënjohje, as kurrë hiç. Ai na kanë imun atë kohë, kanë imu Ibrahim Rogova, si kanë imu Hashim Thaçi, kanë imu krejtë. Ne nuk dina me majtë miqtan, ne jemi mos mirënjohës, ne jemi autodestruktiv. Prej pas luftës. Para luftës, në atë kohë, ka qenë një farë solidariteti dhe një farë aktiviteti shumë i madhë, diplomatik, tash në ato i shka dojnë, tash mujnë me thonë, se tash po të në pejo keni punu vetë, ka kurse ka shti, po ka kurse ka shti Jusuf Gravalla me punua, po ka vrajë Jusuf Gravalla, ka kurse ka shti në Verhadi me punua, por është vrajë në Verhadi, ka kurse ka shti mu me punua. Por pse keni ardhë unë atëherë, pse ka ardhë Ibrahim Rogova, pse ka ardhë Hashim Thaçi, pse ka ardhë Albini, se tash po thojnë, po që kanë thonë na, vetë keni bo, vullnetari, ne anë vullnetar, unë s'po lypi prapë kur gjo, po pëllë muj më ndihmu në dishka Kosovës, kur gjo s'po lypi, muj më bo një këshiltar, kurse djemë të bashk punëtorve të huj, janë qeveri, janë kudo. Pra, ne kemi humbë politika e jashtme e Kosovës është destruktive. Imagjino ti shkon Donika Gravalla në OKB edhe thot se Gjermania e ka bombardue me 6 prill 1941 Beogradin. Po shka po tani ty marë për Gjermanien, shka po tani t'ja po dush me arsitu Beogradin me akuzu Gjermanina, po kjo është normale. Kjo vetë ka thonë qështu. Qëfa diplomaci është? Ajo nuk o diplomaci, ajo shkatrimi vetë vetës. E thotë, unë jam bia e Jusuf Gravalla se ma ka vrasë Serbia, babën, por Gjermania ka bombardue. Po ka kryen Gjermania, 41 deri sot, i s'ki punë me folmë, qëfa diplomacia ka tërgu me këtë fjali? Zëtë Zajde, kemi edhe shumë për të biseduar, por me kaq po ndërprejmë për sante, faleminderit shumë që ndot kohën dhe opinionin e juaj për televizionin Arbëria. Faleminderit shumë, falenderoj televizionin Arbëria.